Me stuji që po rritej çdo minutë dhe thirrjeve për ndihmë, ishin zjarrfiksit ata që pa hezitim intervenuan në shtëpitë e përmbytura në Gjakov. Zjarrfiksi Isa Rugova u bë viral me një fotografi derisa e po shpëtonte një fëmijë gjatë asaj përmbytjeje. Ne i kemi nxjerrë atë ditë rreth 54 persona. Më thonë ka pas gra, fëmijë, moshun, më thonë ma tepër ka pas fëmijë edhe pleq. E ditë o konë gjende e jashtëzakonshme, o konë gjende shumë ditë e vështirë, ka qenë vërshime shumë të mëdha. Kështu që kemi hasë pak në vështirësi për shkak ngricave, po edhe ka qenë bukur ftofti i madh. Kemi pas probleme se banorët atje, disa banorë nuk deshin me dalë prej shtëpive. Kështu që na kem tentu disa herë për mi të rrekë aty. Edhe na këtë punë e bojmë me gjithë qef, me gjithë sakrificë, me gjithë dëshirë. Është një ndjenjë e papraktueshme, domethënë, pa me shpëtu jetën e një njeriu, sidomos të fëmijëve. Ajo ndjenjë ka qenë e papraktueshme. Është një ndjenjë e veçantë, është një ndjenjë nuk ka përshkrim. Se që ajo punë e jonë që e bojmë, na kemi për detyrë, për me pështu jetën e fëmijëve e të pleqve grave. Gjendja ma e vështirë që ka qenë për neve, ka qenë, domethënë, ftofti që na ka pengu, ka qenë ftofti i madh, edhe ka qenë ujërat e mëdha, që është dashur më zhyt në deko. Përmbytjet nuk kanë shkaktuar vetëm frikë, por edhe humbje të rëndësishme materiale, që edhe banorët Shpëtim Murina i janë prekur gjërat e përditshme elementare të shtëpisë. Mu ma spajmë ka prishën po drumë të shi, maqinën, po më thonë cënë që e kumë pas, për mashina, brusa, që se cënë ka pas të domë. E kumë lajmëru kena asisëm ka arë, se më konë rëzik për strujet, e kumë pas strujet në po drumë, asisëm ka arë kërdosh. Fshati Gjelbër dhe Brekoci janë prekër më shumë nga këto përmbytje. Dhe gjithashtu, 10 familje janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre, shtoi komandanti Gjevdet Ibrahimaj. Banorët janë nxjerrë nga zonat e rrezikuara diku në 28 familje. Zonat më të prekura kanë qenë më të prekura, fshati Gjelbër, Brekoci edhe Piskota. Dhëmët më të mëdha kanë qenë në objekte, domethënë në shtëpiat e tyre, mbrana për mbrana objekteve. Domethënë tani për tani njerëz janë të evakuuar në qendrën sociale banesë e cila e posëdon komuna, kështu që të gjitha familjet janë për tash janë të evakuuar në qendrën në banesën sociale. Neve jemi në terren, kështu që jemi edhe duke ju do ndihmë qytetarëve për tërheqjen e ujit nëpër podrumët e tyre, kështu që jemi në terren, tu ju ndihmu qytetarëve. Po mesazhi ynë është që të jemi krejt së bashku, kur kanë nevojë qytetarët, jemi së bashku të gjithë në terren. Uji ka depërtuar edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov, që ka shkaktuar dëme në pajisje dhe materiale mjekësore, duke rënduar edhe më shumë situatën. Përveç Gjakovës, edhe komunat të tjera si ajo e Drenasit e Prishtinës kanë pasur probleme rreshjet e javës së kaluar.